Shikues të nderuar, mirë se takohemi edhe sonte në këtë emision të këtij muaji të bekumit Ramazanit, ku çdo natë trajtojmë çështje të ndryshme përkitazi me muajin e bekumit Ramazanit, agjerimin dhe dispozitat që ndërlidhen me të. Sonte do të flasim për një temë pak më ndihshme, ka të bëjë me të sëmurët dhe ata që janë më të moshuar. Si trajton feja këta dhe çfarë konsiderate ka për këtë kategori njerëzish. Për këtë temë kam të ftuar hoxhën e nderuar Magjistër Selim Behramin. Hoxhë, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Hoxhë nderuar, gjatë këtij emisioni kemi trajtuar pak më detajisht situatat e të sëmurit edhe të moshuarve. Po për fillim na trego si trajton feja këtë kategori në raport kryesisht me agjerimin me që jemi të fol për këtë temë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Falenderojmë Allahun te barekuhu ve teala, salavatet, selamet dhe përshëndetjet tona ja drejtojmë me të dashurit ton pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastër, të shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se prej ibadeteve më të mira që njëkohësisht është edhe shtyllë e fesë Allahut te barekuhu ve teala është agjerimi i muajit të bekuar të Ramazanit, që Allahu te barekuhu ve teala e bëri obligim për të gjithë besimtarët, ku na porositi në ajetin kuranor, tha oj që keni besuar, agjerimi është bërë obligim ashtu siç ishte për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni më të devotshëm, dhe pastaj në vazhdim na tregon dhe thotë femen shahida minkum ash-shahra falyasum, dhe ai i cili e jeton këtë muaj le ta agjëroj atë. Mirë po, Allahu te barekuhu ve teala duke e ditë çdo herë që feja dhe shariati që e praktikojmë është prej Allahut xhelle xhelaluhu, atëherë Allahu te barekuhu ve teala e ditë edhe gjendjen e besimtarëve dhe atyre të cilët i ka obliguar dhe ja ka jap këtë urdhër agjerimin. Prandaj edhe i bëri disa tolerime tek disa njerëz të cilët nuk kanë mundësi që ta kryejnë këtë obligim në kohën e caktuar apo nuk kanë mundësi që ta kryejnë asnjëherë gjatë jetës së tyre. Me gjithë seriozitetin e urdhrit dhe peshën që ka Ramazani, ka pas konsiderat për një kategori. Padyshim, pasi që njerëz të tillë nuk kanë mundësi të Allahu te barekuhu ve teala na tregon ku thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu te barekuhu ve teala nuk e ngarkon askën me diçka që ai nuk mund ta bërë ta çoj atë në vend, atë obligim dhe atë porositë Allahu te barekuhu ve teala. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu të moshuarin dhe të sëmuarin këto kategori të njerëzve i trajtojnë në mënyrë të veçantë, duke i liruar këta njerëz prej agjerimit, prej këtij obligimit në vazhdim të ajetit që përmendëm më herët, ku Allahu te barekuhu ve teala tha dhe kush e jeton këtë muaj le ta agjëroj atë. Pastaj në vazhdim tha men kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Dhe ai i cili është i sëmur apo është në udhtim, atëherë le ta kompenzoj ditët që i kanë kaluar, që s'ka mund të agjëroj. Pra le të vaj kaza me agjerim. Dhe pastaj në vazhdim të ajetit Allahu te barekuhu ve teala na tregon edhe një çështje që është shumë e rëndësishme për ata njerëz që nuk kanë mundësi as ta bëjnë kaza, që inshallah domthon prej tyre janë edhe të moshuarit, janë ata domthon që Allahu te barekuhu ve teala i lejoi komplet për agjerimit, e që këtë duhet ta kompenzojnë me fidje, me një shpagim të cilën inshallah nëse mund me bën një dallim të sëmurët, liron nga agjerimi, por duhet ta kompenzojnë me agjerim kur kanë mundësi dhe shëndet. Po dietar të moshuarit liron nga agjerimi, por kompenzimin e kanë në formë tjetër duke bërë një shpagim. Kjo është ajo që dietarët e kanë diskutuar tek i moshuari që është i shtyrë në moshë, e kanë përmend është ai person i cili nuk ka mundësi të agjëroj Ramazanin, por nuk ka mundësi që të agjëroj as pas Ramazanit. Këtë grup të moshuarve, Allahu te barekuhu ve teala e ka liruar komplet prej agjerimit, qoftë gjatë Ramazanit, qoftë pas tij për arsye se nuk ka mundësi që të agjëroj. Prandaj si kryerja të këtij obligimit ja ka jap mundësinë që ta bëj me shpagim, me fidje, ndërsa sa i përket të sëmuarit, dietarët e kanë përmend sëmundjen në dy lloje. Ajo që pak cilat janë sëmundjet, cilat lirohen për agjerim, se dikush veç mund me thonë po më dhan kryta dhe jam sëmund. Prandaj dietarët e kanë përmend, thonë që të sëmuarit apo sëmundjet i kanë dhënë në dy grupe në këtë rast, ajo që sëmundje apo ai sëmur që shpresohet
që sëmundja t'i kaloj, ta shëroj Allah Azza wa Jall, sëmundje momentale, sëmundje rastit ose ndonjë operacion i caktuar, ka pas operacion të afërt dhe nuk ka mundësi që ta agjëroj për shkak të procesit, të ilaçeve, të medikamenteve kështu me radhë. Ky grup, pra grupi i parë i cili shpresohet që Allah te barekuhu te ala do t'i shëroj, ky grup nuk lejohet ta jap fedjen, shpjegim mirë, po duhet që ta agjëroj kur do që Allah ja lehtëson. Ditë për ditë, qysh e përmendur më herët, qysh ka përmendur Allah te barekuhu në Kur'an. Pastaj grupi tjetër është grupi të sëmuarve që nuk shpresohet shërimi i tyne, me ndonjë sëmundje të rëndë, ose diçka që janë sprovuar dhe nuk pritet që ata të shërohen as pas Ramazanit të nëse nuk janë të moshuar. Edhe nëse nuk janë të moshuar. Po sëmundja e tyre është e vazhdueshme, edhe këta hyn kategori. Lirohen prej agjerimit gjatë Ramazanit, po edhe pas Ramazanit, prandaj për këta i bëhet obligim fedja, shpagimi për këto ditë. Do të flasim për fedjen çka është më konkretisht, por ne ta trajtojmë këtë çështje e sëmundjes se çka hyn ata. Disa dietarë kanë diskutuar edhe sëmundjet mendore dhe shqetësimet që bilin kohën bashkore janë të përhapura shumë. Sa mund këto me hyjtë te kjo kategori? Çështja e sëmundjes që përmendëm më herët, çështja e sëmundjes konkretisht lidhet me vështirësitë. Prandaj edhe i sëmuri, që është i sëmur me sëmundje psiqike, kështu me radhë, janë të ndara në kategori lloje, sepse nuk janë të gjitha në një kategorie. Prandaj dietarët e kanë përmendur që ajo sëmundje e cila është e kategorisë të lehtë, ndoshta ka depresion, themi, të lehtë. Këta persona derisa kanë mundësi që ta agjërojnë, edhe ndoshta trajtimin medikal nuk e kanë shumë strikt. Nuk e kanë strikt. Prandaj ka mundësi që të përdorin pas iftarit gjatë kohës kur është e lejuar ngrohja dhe pirja, atëherë ky grup e kanë obligim agjërimin dhe gjithashtu këshillohen që ky grup, këta njerëz ta shtojnë ibadetin e tyre, të kthejnë Allahu te barekuhu ve teala me pendim, me dhikr, me ibadet, sidomos gjatë Ramazanit, duke lutur Allahun që Allah t'ia largoj këto sëmundje, ndërsa sa i përket personave që kanë sëmundje më të rënda dhe nuk kanë mundësi që të largohen prej medikamenteve, nuk kanë mundësi të largohen prej ilaçeve, kështu me radhë, i përkeqësohet gjendja e tyre, atëherë këta njerëz lirohen prej agjërimit dhe e kompenzojnë atë. Edhe pse nuk kanë sëmundje fizike dhe imbje vështirësi, por gjendja e tyre mendore është e rëndë, edhe feja e toleron edhe këtë kategori. Ndërsa grupin tjetër që e përmendën që është grupi që ka sëmundje të rënda psiqike, cilët domthonë për ta bjen obligueshmëria komplet, mund bjen obligëshmëria që s'kanë vedije, nuk mundën me dallu të mirën nga e keqja kështu me radhë. Ky grup i personave lirohet prej agjërimit edhe prej kompenzimit, bjen obligimin ndaj tina. Besimtarët, sidomos që kanë agjëruar me vite dhe vjen koha që nuk munden për shkak shëndetit, sidomos ata që janë shtyr në moshë, që nuk është se kanë ndonjë sëmundje shumë të rëndë, po vetë mosha e ngarkon agjërimin. Edhe kemi edhe familjarë dhe pyetje shumë, do të them pleq shumë të shtyr në moshë, vetë se don me agjëru. As nuk i intereson mjek, as ilaç, thotë 70 vjet kam agjëru, nuk muj me prish. A ma mirë me agjëru, a ma mirë me prish, kur është njeri i smut të dy rastet, edhe të moshuarit edhe të sëmundje e rëndamtë. Dhe që kjo çështje është shumë e rëndësishme këtë parasysh, sepse në disa raste kemi disa persona që mundohen që t'ia letojnë veten ndoshta shumë për diçka shumë të lehtë, kalojnë në lehtësime, qoftë me ndonjë grep ose diçka e ngjashme. Sigurisht që ky grup nuk lirohen prej agjërimit, ndërsa të moshuarit, të shtyret në moshë dhe të sëmuarit që kanë arsye dhe Allah azza wa jalla i ka liruar prej agjërimit, atëherë dietar ka thonë që nëse sëmundja e rrezikon shëndetin e tij dhe ka frikë që i përkeqësohet gjendja, apo ndoshta mund të marrë edhe tek vdekja apo diçka e ngjashme, atëherë e kanë përmendur dhe kanë thonë që agjërimi në këtë rast është i ndaluar. Prandaj e kanë obligim me prish agjërimin duke ruajtur shëndetin e tyre, sepse Allahu te barekuhu ve teala na tha në Kur'anin famlar: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos e mbytni veten tuaj apo mos e hodhni veten tuaj në humbje. Do thotë Allahu te barekuhu ve teala i ka dhënë rëndësi të veçantë shëndetit, prandaj ai i cili i rrezikohet shëndeti i tij duhet gjithsesi ta prish agjërimin e tij dhe pastaj ta kompenzoj atë nëse ka mundësi me agjërim apo me fedje. Po nëse ka gjendje të përballueshme të sëmundjes, nuk është se ka sëmundjen shumë të rëndë, mirë është mi përdor ilaçet, por mundet me i shty, për këtë person si me vepru më mirë? A është nashta në këtë rast mas mirë me u konsultu me një mjek, e që këtu vjen pyetja kush është ai mjek që është i pranueshëm fetarisht për me marrë përgjigjen për tina? Kjo është shumë e rëndësishme që
njeriu që ka probleme shëndetësore të konsultohet me mjek adekuat. A mund më bën njëri mjek I vetes, më thonë unë e di muj. Sigurisht që nuk ka mundësi me vepru siç e përmenda më herët, sepse nëse themi kështu atëherë ndoshta dikush për diçka shumë pak do t'ja letoj vetë, dikush do t'ja vështirësoj shumë, do të ketë vështirësi të mëdha mirë, po siç e përmend ajo për shkak të agjerimit të gjatë e ka të vështirë ta kaloj Ramazanin pa agjeruar kështu me radhë. Mirë po, në gjitha këto raste besimtarët duhet të kthehen tek doktorët, tek mjekët adekuat, të cilët janë të besueshëm, janë mjek me përvojë, edhe është e preferuar, është e mirë që të jenë edhe musliman, që tek ne është mundësia shumë e madhe, kemi mjek shumë të mirë që janë shumë besimtarë të mirë. Ose spaku që e din vlerën e Ramazanit për besimtarët, se dikush nështë duke mos e ditë vlerën, thotë gale madhe le të prishë dhe kështu. Sigurisht, për këtë e përmena ose po e përmend që është shumë e rëndësishme që të jetë edhe I besueshëm, mjeku në mënyrë që ta di vlerën e agjerimit edhe mos mundohet që ta largoj besimtarin prej agjerimit pa pas nevojë që të largohet prej tina. Mirë, hoxhë, tash po kalojmë do dilema, pyetje që edhe na vijnë shpesh dhe janë të rëndësishme për shikuesit edhe për ata që I hulumtojnë këtë tema. Nëse I smuri e bën jetë me agjeru, domethënë e nin veten që është mirë, realisht domethënë bën jetë me e prish se është I smur, por gjatë ditës e shet që është më mirë. A duhet ky me ndërprej apo vetë se ka prish agjerimin gjatë ditës? Është rëndësishme të ceket që nëse nuk është njëti ka qenë që mos të agjerohet dhe ky I sëmuari në këtë rast shërohet një farë formë, shërohet apo ndjen veten më mirë dhe mendon që ka mundësi me agjerue, atëherë ky sigurisht që këtë ditë përderisa nuk e ka filluar me agjerim, duhet ta kompenzoj. Mirë, po nëse ka mundësi që të ndalet prej ngrënies dhe pijes, kjo është e pëlqyeshme, duke ruajt shenjtërinë e muajit të mëdhëshëm të Ramazanit. Mirë, po nëse han dhe pen gjatë kohës, përderisa nuk e ka obligim, atëherë nuk ka ndonjë të keqe ose ndonjë gjuna në këtë çështje inshallah. Po nënën e kundër, nëse është një sëmur I cili e sheh veten që nuk është mirë, edhe thot më mirë me agjeru, po e provoj, por gjatë ditës mundet me u rëndu. Tash ky person që veç e ka nis agjerimin, a ka drejt me e prish për shkak lodhjes apo me që e ka nis duhet me studere? Kur I shohim ajetet që përmendëm më herët, Allah te barekuhu teala thot, ai I cili është I sëmur, prandaj edhe në qoftë se e ka filluar agjerimin e tij, mirë po gjatë ditës nuk e ndjen veten mirë, nuk ka mundësi që ta vazhdoj agjerimin, atëherë e prish agjerimin e tij dhe pastaj e kompenzon ato, prandaj Allah azza nuk e ka detyruar që të vazhdoj dhe nuk e ka obligim të vazhdoj në agjerimin e asaj dite, por sigurisht duhet ta kompenzoj atë ditë edhe nëse e ka agjeruar një pjesë ose shumicën e asaj dite. Kalojmë pak tash te fidja, sidomos te të moshuarit ose ata që kanë smundje permanente, smundje gjatë të pashërueshme. Këta persona e përmend hoc që duhet me shpagu. Çka është shpagimi për ta? Çka duhet, si duhet me shpagu? E përmend edhe më herët që domthon shpagimi bëhet në dy forma. Duke e kompenzuar me agjerim, për atë I cili ka mundësi që përmendëm tek sëmundja e cila pritet edhe shërohet personi muslimani prej saj, dhe e dyta është shpagimi që domthon bëhet kompenzimi me ushqim, duke ushqyer një të varfër për çdo ditë që nuk e agjeron. Andaj dietarët e kanë diskutuar se çfarë është ajo që duhet t'i jepet për të varfrin apo sa sasia e saj, edhe kanë diskutuar rreth e kanë cek që është domthon gjysma e një sas, që është një si matëse e cila ka parafërsisht ndoshta afër 3 kilograme, dhe gjysma e kësaj me ushqim, qoftë nga milli, qoftë nga pasuri, domthon ushqim që përdoret tek vendi ku është besimtari. Gjithashtu e kanë përmend edhe si mendim që përmend edhe Sheikhu Islam Taymija rahimullah, që domthon lejohet që të jepet edhe ushqim I cili është I gatshëm. Sikurse shembull dikush ka më bën shpagimin e disa ditëve, këtë shpagim e porosit për shembull tek një çepaptore, tek një gjelltore kështu me radhë, për disa persona edhe në këtë formë e bën shpagimin e ditëve që I kanë bërë, ose I mbledh me një vend e kështu me radhë, sigurisht. Domthon lejohet në gjitha këto forma me bërë shpagimi I fidjes. Domthon kjo te ata që janë më rigoroz te çështja se duhet me u dhënë në ushqim. Ndërkohë
dietarët sidomos të vendeve tona me mëdhëbi Hanefi janë më fleksibil edhe te çështja e shpagimit me para. Si qëndron kjo çështje mes opinioneve të fukahave? Është shumë rëndësishme që kjo meselë që përmendet të ndruar, kjo çështje është diskutuar në mesin e ulemave dhe pjesa dëmuese dietarëve e kanë obligim, se kanë thënë që duhet patjetër të jetë ushqim dhe nuk lejohet të jepet shuma e ushqimit më para. Mirë po, ajo që shihet në mëdhëbin ton, tek dietarët e mëdhëbit Hanefi, janë më fleksibil në këtë meselë, edhe kanë lejuar duke cekë edhe për librat e tyre ku thonë se el-qime e përmendin dhe thonë që është ejser lil ghani wa anfa lil faqir. Është më lehtë për të pasurin, po është edhe më e dobishme për të varfrin. Sidomos në kohë që nuk jemi në mungesë të ushqimit edhe varfrit të skajshme. Sigurisht, prandaj themi Allahu e din më së miri, po ai që ka mundësi ta jap edhe sheh që dikon është e nevojshme në ushqim, ta jap ushqim, mirë po ai që mos nëse ka një fëmijë të varfër ose një familjar që bashkë ka nevojë për ushqim, shkon e jep drejt për drejti. Ushqim mirë, po nëse jep para të shumën, atëherë është e lejuar, qysh e përmend tek dietarët e mëdhëbit tonë dhe është në rregull me këtë mënyrë, në këtë formë e ka kryer obligimin e tij që e ka për agjerimin e ditëve të Ramazanit. Mirë. Në situatë, nëse i moshuari udhëton, edhe me udhëtimin e tij në farë forme ai lirohet nga agjerimi, sepse është udhëtar. Po të njëjtën kohë ka situatën e moshës, që s'mundet me agjeru. Ky person tash që ato ditë që udhëton, a bie fidja për të apo e ka ngarkesën e bazike që është shpagimi me fidje për shkak të moshës së tij? Çështja e këtij personit, prapë themi që ky person obligohet që ta jap fidjen. Për arsye se ka ardhur deri tek fidja për shkak të vështirësive që i ka, mos mundësisë për agjerim. Prandaj themi edhe pse ky është udhëtar, ky pse ka udhëtu nuk do të thotë që ka mundësinë për agjerim, sepse dikush ndoshta mund të udhëtoj, mirë po për shkak të sëmundjes apo moshës së caktuar dhe këshillave të mjekëve nuk e lejohet agjerimi për to. Prandaj ky mund të jetë udhëtar, mirë po nuk do të thotë që është udhëtar edhe i bëhet obligim që ta kompenzoj me ditë duke agjeruar, mirë po lejesa vazhdon. Ajo që ka kaluar Allahu te barekutaala dhe ky e kompenzon ditët që i kanë mbetë të Ramazanit me fidje, sikur se gjendja e po gjendja origjinale që ai është domethënë i moshuar, masnej a udhëton apo nuk udhëton atë nuk ndryshon gjendja e tij. E bën të tolerueshëm prishjen për ata që janë të shëndosh, ndërsa për këto që në start ai nuk e ka për obligim me agjeru. Ata vazhdon me fidje. Vazhdon me fidje. Kur duhet jepet fidja, sepse prishja agjerimit është për çdo ditë, edhe kur bëhet ajo obligueshmëria fetare për me bë shpagimin. A mundet për çdo ditë që e prish, a mundet para Ramazanit apo duhet mas, si janë qëndrimet e dietarëve? Sa i përket meselës kohës se kur do të jep fidje, dietarët e kanë përmendur që nuk lejohet të jetë para Ramazanit, para fillimit të muajit Ramazan. Ndërsa pas fillimit të muajit Ramazan janë gjithë të pajtimit që lejohet pas ditës që nuk e mund të agjerosh. Ama ditën e parë s'ka agjeru, e jep ditën tjetër. Kështu me radhë. Gjithashtu e kanë leju edhe që t'jepet në fund të Ramazanit apo pas përfundimit të Ramazanit. Mirë po, meselë që është diskutabile dhe kanë diskutuar dietarët është çështja se a lejohet të jepet në fillim të Ramazanit për ditët që do të vinë. Pra në ditën e dytë, tretë apo në ditën e parë e jep fidjen për gjithë muajin. Për 30 ditë, duke ditë që s'ka mundësi me agjeru për shkak të gjendjes së rënd shëndetësore apo për shkak të pleqërisë së shtyrë. Dietarët të kjo mesele janë dy mendime, pjesa dërmuese e dietarëve e kanë ndalu agjerimin para e kanë ndalu fidjen para ditës së agjerimit. Pra e kanë ndalu që t'jepet ditën e parë ose ditën e dytë për ditët në vazhdim. Arsyeja hoq për këtë edhe situatën e parë para Ramazanit, edhe fidjen para se me ardita agjerimit, elaborimit. E kanë cekë se Ramazani dhe agjerimi ditëve është obligim, se cila ditë është obligim në vete. Fidja është kompenzim për ditën dhe para se me ardita aty nuk të obligohet. Nuk të obligohet dhënia e fidjes para lënies së obligimit. Pra para lënies së agjerimit. Sigur me fal namazin para kohë, tipe fal namazin, po kohën nuk e ka tash. Prandaj, mirë po këtu e shumë edhe te kjo meselë që dietarët e mëdhëbit ton, tek mëdhëbi Hanefi e kanë lejuar që të tillë duke llogarit. Pasi që të fillon muaji Ramazan. Ditën e parë, 2-3 hyn në obligim.
po e llogarisin si një obligim të vetëm të gjithë Ramazanin. Do thonë që përderisa e den që nuk ka mundësi me agjëru, atëherë kjo përshtatet atij mendimit që thotë mjafton edhe një nijet për gjithë Ramazanin, se ti ke hyrë një obligim. Sigurisht. Edhe llogarit si të përbashkët të çdo ditë, edhe ki drejt me dhënë fillim të kohës. Por më e sigurt, më e saktë është, s'paku feja nuk ta obligon ty me bësh pagimin para se me ndodh dita e prishjes. Sigurisht. Sepse edhe jetës nuk i dihet, njëri mundet që mos me arrit krejt ditë me i prish, edhe nuk e ka obligim me pagu diçka për cilën nuk ka hyrë në obligim. Sigurisht. Mirë, hoxhë, tash te puna e shpërndarjes, sidomos të çështja qoftë në ushqim ose në tolla, nëse jepet individëve, janë pyetje 30 ditë. A duhet 30 personave nga një ditë m'ja shpagu, apo mundet një personit mi dhënë 30 shujta ditore ose 30 pagesa, apo me shpërndar mes disa grupe, po e zojmë. Si është çështja e shpërndarjes së fitnes? Këtë mesele e kam përmendur si argument veprimin e Enesit radhiyallahu anhu, njëri prej shokëve të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili në kohën në vitet e fundit të jetës së tij nuk kishte mundësi të agjëronte dhe në fund të Ramazanit i mbledhte njerëzit dhe i ushqente ata të varfrit. Prandaj e kanë përmendur që kjo mesele është muslimani është i lirë në to nëse dëshiron që një person, një të varfër, ta ushqej gjatë 30 ditëve, mund të veproj ashtu. Nëse dëshiron që këtë fitje ta ndoj tek disa persona, 5 persona, 10, mund të veproj ashtu. Nëse dëshiron që këtë ta bëj tek 30 persona apo 29 persona në varet prej ditëve të Ramazanit, atëherë është i lirë në këtë mesele. E rëndësishme është që të jepet një shujtje për çdo ditë të mos agjërimit. Nëse nuk ka agjëru 10 ditë, të jap 10 shujtje. Pra, pastaj nuk ka rëndësi se a janë 10 persona, është 1 person, 3 persona, kjo nuk çon peshë në shariat. Është edhe aspekt fleksibil dhe në aspekt, domethënë, të gjendjes financiare të personit, nëse dikush edhe nuk i ka mundësitë ndoshta, edhe për një herë me e pagu, mundet domethënë në mënyrë graduale ose varësisht sipas mundësive dhe të hyrave që i ka. Sigurisht, prandaj e kanë cekë që edhe ai i cili nuk ka mundësi që ta jap fidjen për shkak të gjendjes ekonomike të tij, atëherë disa dietarë kanë përmendur që ky person lirohet prej fidjes, mirë, po pjesa tjetër e dietarëve kanë përmendur që kurdo që jepet mundësia që ta shpagujë agjërimin e tij, duhet ta bëj atë. Mirë, po nëse vdes dhe nuk ka pas mundësi që ta bëj shpagimin, atëherë lirohet prej tij edhe nuk do të jap përgjegjësi para Allahut te bareke o teala. Mirë. A lejohet dikush tjetër me dhënë fidjen për familjarin e tij të sëmurës së të moshuar? Zakonisht e nën familjen nuk është domosdoshmërisht që vetë person me pagu dhe dikush prej dëshirën m'ia pagu kushtimisht gjyshit ose familjarit. Nëse shpagimi, fidja jepet me lejen e personit që nuk ka pas mundësi të agjëroj, atëherë kjo pa diskutim është e lejueshme edhe është e pranuar te Allahu te bareke ve teala, ndërsa nëse bëhet pa vetdijen e personit, atëherë dietarët kanë diskutuar si mesele se a pranohet kjo fidje apo nuk pranohet kjo fidje. Andaj shohim që më e mira është që personi që dëshiron ta jap fidjen për dikan, t'i kërkojë lejen e tij, ta njoftoj ato, ta marr pëlqimin e tij për arsye se është ibadet i cili ka nevojë për një jetë. Prandaj e mira është që ky person që dëshiron ta veprojë një punë të mirë, një punë të hajrit, ta bëjë shpagimin për dikan që ndoshta ai nuk ka mundësi dhe t'ia bëjë një të mirë atij, është mirë që ta njoftoj personin dhe të kërkojë prej tij leje dhe pastaj ta kryejë këtë obligim, të cilin sigurisht do të kesh shpërblim te Allahu. Ndoshta në një kjo sidomos mund të marrë në shprehje hoxhë kur ndodh ndoshta për herë të parë ose diskutohet, ndërkohë që nëse në një familje veç është e njohur kjo, për shembull është gjyshi i moshuar në shtëpi dhe djali i cili kujdeset për të dhe për buxhetin e familjes, e kryen këtë punë, ndoshta s'është patjetër më marr një leje shumë konkrete, por e ka të miratimin sigurisht, pasi që kjo është domon prej orfit, prej traditës tek ne është zakon që dikush prej familjes ta kryejë këtë obligim, atëherë kjo sigurisht që është e pranuar tek dietarët. Nëse ndodh hoxh dikush ka dhënë fidjen për shkak gjendjes që ka pas, po më vonë vren që mundet me agjëru. A ka nevojë tash me përsërit pasi që e ka kryer një shpagim për fidjen e tij? Kjo mesele që kthehet tek tek çështja që përmendëm pak më herët, tek çështja se a lejohet të jepet fidja në fillim të Ramazanit edhe për ditët që
nuk kanë kalu akoma. Prandaj dietarët e kanë përmend dhe kanë thonë që ai person i cili e jep fidjen paraprakisht, para se marrë ditët, e jep ditën e 3, 4 të Ramazanit ose për ditën e 7, 8, 10 kështu me radhë. Po pastaj don Allah azza wa jall edhe ky person e shëron Allah azza wa jall prej smundjes që e ka pas apo një i moshuar e ndjen veten më të fuqishëm edhe dëshiron që ta xhiroj, atëherë edhe pse ka jep fidjen para kohësh, kushtimisht, para se të bëhet obligim, atëherë këtij bëhet obligim agjërimi e ditëve të cilat ka mundësi me agjëru. Mirë, po nëse fidja është jep pasi që kanë kaluar ditë, pra shembull e ka jep fidjen pasi që ka kaluar Ramazani, në fund të muajit Ramazan apo në fillim muajit Shawwal apo kështu me radhë, dhe pastaj e sheh që ka mundësi me agjëru. Ka obligim fidja sepse e ka prish atë ditë për shkak të gjendjes. Sigurisht, këta persona nuk kanë nevojë që të kthehen përsëri në obligim, për arsye se në momentin që është bërë obligimi, këta nuk kanë pas mundësi. Dhe çka është bërë obligim atyne? Është bërë obligim fidja. Dhe kanë zbatuar çato që kanë pas obligim. E kanë zbatuar obligimin Allah te barekuhu teala që ka qenë fidja. Prandaj këta lirohen prej agjerimit të ditëve. Hoxhë, në situatën kur i moshuari është në një gjendje që nuk e ka vetdijen e plot, si smundjet e Alzheimerit, të ngjashme që do diçka kujton, diçka nuk kujton. Ky person është në kategorinë që me agjëru nuk mundet se nuk din as me majt orarin edhe kohën, por edhe në aspekt të obligueshmërisë fetare. A konsiderohet i liruar prej agjerimit totalisht apo duhet me kompenzu me fidje? Mendoj që edhe kjo çështje kthehet tek ajo që e përmendëm tek smundjet psikike të mëhershme, e cila nëse kjo sëmundje është në fillimet e saj dhe personi muslimani akoma mund të dalloj gjëra. Ka një lloj kontrolli. Kontrollin mirë, po her pas herave ndodhet që të harroj. Edhe ky fillon me agjerimin e tij. Dietarët e kanë përmendur që nëse ky harron edhe han ose pin diçka, atëherë agjerimi i tij është në rregull. Nuk ka nevojë që ta kompenzoj pasi që janë në grupin e njerëzve që kanë harru. Mirë, po nëse gjendja e tij është përkeqësuar, është vështirësuar sa që ka kaluar në gjendje kur harrej sa nuk e kupton se është Ramazan, është agjerim. Gjërat e ngjashme me të, atëherë këta persona, sikurse edhe ata që përmendëm më herët, lirohen prej obligimeve fetare tërësisht. Nuk ka nevojë as ta agjeroj, as të jap fidje, as ta kompenzoj, mirë po është i liruar prej agjerimit në tërësi. Po që kemi edhe një çështje që ka të bëjë me gjinin femërore, me gratë, me nanat, motrat tona. Gruaja kur është shtatzën apo gjithënse, begi bjen që muajt ndoshta shumë të Ramazanit mos me i agjeru. Edhe është atje e vrem që dhe xhamati njerëzit hulumtojnë lexojnë se ka një dilemë sa duhet me bë shpagimin apo duhet me bë kazan. Si është kjo çështje në raport me dilemat dhe argumentet e grave shtatzana apo gjithënseve? Fillimisht kjo çështje lidhet me vështirësinë që e ka gjithënsi apo gruaja shtatzën, sepse jo çdo grua shtatzën lirohet edhe prej agjerimit. Nuk është koncepti vetëm pse është shtatzën, apo e ka fëmijën e gjë. Sigurisht, po për shkak të vështirësive që i ka. Prandaj dietarët e kanë përmendur të kjo çështje tri raste. Rasti i parë kur gjithënsia apo gruaja shtatzën ka frikë për veten e saj. Pra ka frikë se ajo do të dëmtohet. Kjo është çështja e parë, situata e parë. Situata e dytë kur gruaja pra shtatzëne apo gjithënsia ka frikë për fëmijën e saj. Nuk friksohet për vete, sepse për vete është mirë me shëndet, mirë po friksohet që kjo mund ta dëmtoj. Nuk mund të ketë ushqim të mjaftueshëm. Ose mund ta dëmtoj fëmijën e saj që është shtatzën. Prandaj dhe rasti i tretë kur gruaja ka frikë për veten e saj, ka frikë edhe për fëmijën që e bart, edhe për fëmijën që i jep qoftë domthonë është gjithënse. Dietarët kanë diskutuar tek kjo mesele duke u bazuar në ajetin kuranor që përmendëm më herët dhe e kanë fut gruan shtatzane dhe gjithënsen tek të sëmuarit. E kanë bërë një krahasim mes tyre, gjithashtu edhe në hadithin që është transmetuar prej Enes ibn Malik el-Ka'bi, cilën e transmeton ku ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që Allahu te barekuhu ve teala ja ka leju musafirit udhëtarit që ta shkurtoj namazin dhe e ka lejue për musafirin, për gruan shtatzon dhe për gjithënsen që të mos agjerojnë. Pra i ka liru prej agjerimit. Pastaj dietarët janë pajtuar në tërësi rreth këtyre meseleve, mirë po kanë diskutuar që ajo ky grup, pra gratë që janë shtatzëne apo gjithënse, çfarë duhet si kompenzim të veprojnë. Disa e kanë përmendur që ajo grua që ka frikë për vete dhe për fëmijën e saj duhet që të agjeroj dhe ta kompenzoj me fidje.
Këtë mendim e kam përcjell prej kombinim do të thonë mes kazas edhe fidjes, që është përmend në një transmetim prej Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili e ka komentuar ajetin kuranor duke u bazuar në to, e ka bërë obligim që gruaja të kompenzoj, domthonë ta agjeroj, por edhe ta kompenzoj me fidje. Mirë po, shumica e dietarëve e kam përmend që në gjitha këto 3 rastet gruaja nuk obligohet me fidje, mirë po duhet vetëm që ta kompenzoj agjerimin e saj, duke u kthyer dhe duke komentuar ajetin kuranor dhe hadithin që e përmenëm, që Allahu te bareke ve teala i ka fut në një grop musafirin dhe gruan shtatzon, prandaj musafiri nuk ka obligim që t'jap fidje, e ka obligim vetëm ta kompenzoj, gjithashtu edhe i sëmuri, prandaj thonë edhe gruaja shtatzon, edhe ajo që është gjithonse është e njëjtë, ka dispozitën e njëjtë me këto qëndrimi që veç duhet me shpagu me llogarit sikurse të moshuarit, nuk është qëndrimi i pranueshëm dhe masat e përgjithshme të dietarëve. Asesi duhet patjetër që të bëhet kaza, të agjerohet. Mirë. Hoxh, faleminderit shumë për këtë bashkëbisedim, ishte kënaqësi. Shikues të dashur, ne këto po e përmbyllim edhe këtë mbrëmje. Shpresoj që takojmë sërish deri atëherë, mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.